e pastaj përdori një strategji të mahnitshme Ibrahimi alayhis salam. Dhe u tha atyre: "Falamma janna alayhi al-layl", kur erdh nata, Ibrahimi alayhis salam ra'a kawkaba, i pa yjet. Edhe i tha atyne, pra popullit vet, thotë: "Çiton pe adhori pra? Ju pa adhuroni diçka që është në tokë, që po e marrani me durë të juja, nëse duhet me adhuru dikan, hajde pe adhurim pra yjet, të cilët janë shumë më të larta, janë shumë më të ngritura në këtë rast se sa ajo që ju po e marrani me duart e juja." Falamma afala qala la uhibbu al-afilin. E kur yjet u zhduken, ai i tha popullit vet: "Unë nuk dua ata të cilët zhduken. S'mojnë me marrë për Zot dikan i cili zhduket. S'mojnë me marrë për Zot dikan i cili ka mangësi. S'mojnë me marrë dikan për Zot i cili i nënshtrohet mangësive. S'mojnë me marrë për Zot dikan i cili nuk është i plot dhe nuk është i kompletuar me të gjitha ato të cilat i meriton Zoti i botrave. La uhibbu al-afilin", si du ata të cilët perëndojnë. O njerëz, vëllezër, motra, shikues të dashur, pse e merr njeriu për Zot, për ndihmtarin e parezerv, për nënshtruesin e parezerv, dikan i cili mund të ekzistojë një kohë, por do të bie gjithsesi. Sa zota njerëzit i kanë marru me durët e tyre e i kanë imagjinuar, pastaj i kanë hudhë. Sa fuqi dhe superfuqi dhe sistemi, pastaj njerëzit i kanë marrë për Zot, e i kanë adhuru për Zot, e ju kanë nështruar atyne sikur na Zotit, e ju kanë besuar atyne pa asnjë rezervë. Për një moment efel, kanë përfundu, e janë zhduk, e ku kanë mbet pra besimi tyne? Pra Ibrahimi alayhis salam po e çon tash një sinjal shumë fuqishëm, s'mund t'i besoj dikujt i cili perëndon. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi, e kur e pa hënën, e cila shndrit ke më shumë, i tha: "Hadha rabbi, ky është Zoti jam pra." Jo, pra po shkoj në diçka e cila është më e madhe se sa ajo që u prezantova juve si Zot. Falamma afal, edhe kjo kur perëndoi, pra e kur u zhduk nga pamja, qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawm ad-dallin. Qofse nuk më udhëzon Zoti im, unë do të jem në rrugën e devijuar. Pra nuk do të arrij që ta gjej rrugën e drejtë, rrugën e vërtetë. Mos shqo ky kërkim i vazhdueshëm. Ky ngacmim i vazhdueshëm i imagjinatës dhe i besimit të popullit të tij, sepse ka plot nga dietarët të cilët kanë thonë kjo nuk ishte bindja e Ibrahimit alayhis salam. Kjo është ngacmim që Ibrahimi alayhis salam u bën atyre. Pra dhe një lloj trazimi i besimit tyre dhe i mbylljes së logjikës dhe të menduarit të tyre. Pastaj falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi. E kur e pa pastaj diellin, cili sigurisht se ndret ka edhe më shumë, qala hadha rabbi. Tha që kjo është Zoti im. Hadha akbar, kjo është më i madh. Pra nëse shkojmë për nga forca, për nga fuqia, për nga madhësia, për nga kompetencat, për nga atëherë duhet kësaj ta mendojmë Zotin, besimin dhe nënshtrimin ndaj shtrimin ndaj tij. Falamma afalat, e kur edhe dielli perëndoi, qala ya qaum inni bari'un mimma tushrikun. Tha populli jam, unë distancohem, largohem dhe nuk pajtohem në asnjë rrethon me ato të cilën ju po e besani. Unë heki dorë, pra unë s'muj mu pajtu, unë nuk muj me kanë pjesë e një besimi të sajuar, një pjesë e një besimi cili nuk sill asnjë rezultat, dhe një pjesë e një besimi cili pa asnjë dilemë mbetet në suazat e krijesave dhe jo të krijuesit të gjithësisë. Pastaj thot atyne inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Unë po i drejtohem, e po i mbështetem, e po i besoj, e po e marr për Zot ato i cili ka kriju qiellin dhe tokën.